Përshëndetje të nderuar shikues, jemi bashkë në edicionin informativ të orës 14 këtu në Blu Televizion. Rastet e fundit të ndodhura në jug të vendit sjellin në vëmendje problematikën e turistëve që humbasin gjatë eksplorimit të shtigjeve malore dhe natyrore. Koordinatori i Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile në Vlorë, Ilirian Hasani, bën apel për kujdes të shtuar, veçanërisht në kanionin e Gjipes, si dhe në gadishullin e Karaburunit. Rastet të fundit të regjistruara në jug të vendit, por edhe në zona të tjera kanë sjellë sërish në vëmendje problematikën e turistëve që humbasin gjatë eksplorimit të shtigjeve malore dhe natyrore. Shpesh kjo ndodh për shkak të mosnjohjes së terrenit, por edhe nga informacionet e pasakta që i qarkullojnë në internet, të cilat në shumë raste nuk pasqyrojnë kushtet reale. Kreu i Agjencisë Kombëtare të Mbrojtjes Civile në Vlorë, Ilirian Hasani, thekson se rastet e fundit janë regjistruar në kanionet e Gjipes, një destinacion mjaft i bukur, por edhe problematik për vizitorët që nuk e njohin terrenin. Sipas tij, edhe gadishulli i Karaburunit mbetet një nga zonat ku kërkohet kujdes i shtuar dhe i veçantë. Jo vetëm për zonën e jugut, por për në gjithë Shqipërinë ka pas problematika të mëdha me turistët të cilët vinë të pashoqëruar, nuk e njohin mirë terrenin, dhe shpesh rigënjejnë shtigjet e hedhura në këto aplikacionet që janë online, por tek të cilat nuk ka përshkrime të terrenit ashtu siç është në realitet. Rastet e fundit kanë qenë në jug dhe dy raste kanë qenë njëra mbas tjetrës, kanë qenë në kanionin e Gjipes, i cili është një kanion i mrekullueshëm, të thoshja, për ata që e njohin se çfarë është alpinizmi, por gjithashtu edhe shumë i rrezikshëm. Ai është një lloj kurthi nga të dyja drejtimet, edhe nga hyrja nga poshtë, nga deti dhe nga hyrja lart nga poroi. Sepse rruga të shon deri diku dhe pastaj bllokohesh. Kjo ka ndodhur pothuajse të gjithë turistëve. Gjithashtu rrezik paraqet edhe Karaburuni, edhe pse në pamje duket i thjeshtë, në fakt është shumë i ndërlikuar dhe shumë i vështirë. Në një moment ku ti mund të mbasësh shtegun, ndodhesh në një kurth natyror, pra ndodhe mes shkëmbimeve, mes shkurrave të cilat janë pakalueshme. Hasani nënvizon se guidat vendase kanë një rol shumë të rëndësishëm jo vetëm për të shoqëruar turistët gjatë eksplorimit, por edhe për të dhënë atyre informacionin e nevojshëm mbi terrenin dhe rreziqet. Ai shton se edhe vetë turistët, veçanërisht ata të huajt, duhet të informohen siç duhet përpara se të nisin një itinerar, pasi në disa raste situatat problematike kanë rezultuar edhe serioze. Edhe pse në jug të vendit nuk janë regjistruar raste të rënda, në zonat të tjera të Shqipërisë ka patur madje edhe humbje jete. Dy raste kanë qenë në Gjipe, kanë qenë në raste me rrezik për jetën. Njëri ka dalë prej Andeja nga forcat në aksion për nxjerrjen e tij kanë qenë forcat e policisë, forcat e bashkisë, të zjarfikses, të mbrojtjes civile. Herën e fundit është vënë në lëvizje dhe helikopteri, pra ndryra nga ajri, që u bëj mundur dalja e tyre. Por në rastin e parë ishte rënje nga një shkëmbilet e kishte thyer këmbë, në rastin e dytë ishte një rënje akoma më e vështirë dhe nga komunikimet që kemi pasur, një turist i huaj ka pas dëmtime të mëdha trupore. Guidat vendese janë shumë të rëndësishme, sepse ato i njohin shtekun, të çojnë, të kthejnë përsëri. Por nuk i ndalon dot turistët e huaj, të cilët pëlqejnë aventurën, pëlqejnë adrenalinën, që ta ndjekin vetë shtekun ose të bëjnë një aventurë të tillë. Shpeshherë këto aventure kanë çuar në humbjen e jetës. Ndoshta në jug nuk kemi pasur, por në veri ka pasur raste të përsëritura me humbje jete. Referuar rëndësisë së informimit paraprak, Hasani thekson se njohja e terrenit dhe marrja e informacionit të saktë janë thelbësore për një eksplorim të sigurt të shqigjeve turistike. Ai përmend edhe disa nga zonat më problematike në jug të vendit, ku vizitorët duhet të tregojnë kujdes të veçantë. Këtë informim duhet të bëhet në media, duhet të bëhet në të gjitha portalet që funksionojnë sot, të cilat janë shumë të rëndësishme dhe njerëzit i shikojnë dhe i ndjekin. Po kështu është e rëndësishme edhe për ata që bëjnë guidën, të cilët hedhin shtigje online, duhet të përshkruajnë cilësitë e shtegut, duke vënë brenda edhe vështirësitë që ka, edhe momentet e rrezikut dhe jetë cila do të ndihmonte turistët. Po flasim për jugun. Pra po flasim për malsinë e Vlorës, Llabris deri në kufi me Gjirokastër. Nga malet më të vështira është që paraqesin rrezik janë malet e Çipinit, siç janë si Margmal, Çipini i Madh, Çipini i Bolenës, është po ashtu
Maliçekut, në këtë vështirësi, shkallë vështirësi e futet edhe Çika, edhe pse shumë i vizituar nga turistët me gujit apo pa gujit, sepse shteku është i afër, por ajo gjithmonë paraqitet rrezik. Vetëm gjatë javës së kaluar u regjistruan 2 raste problematike në kanionin e Gjipes, aty ku u desh edhe ndërhyrja e strukturave të emergjencave civile, madje në një prej rasteve u përdor edhe ndërhyrja nga ajri për evakuimin e personave të bllokuar. Vijojmë me një kronik problemore. Gjatë verës së nxehtë, fshati Panaja thahet për ujë të pishëm. Sipas banorëve, ata furnizohen me ujë të pishëm vetëm 30 minuta, ndërsa shpesh ai vjen i ndotur. Banorët thonë se janë pagues të rregullt të faturave dhe pse ujin për konsum e paguajnë 2 herë, pasi dhe e blejnë. Për gjatë stinës së verës, fshati Panaja thahet për ujë të pishëm. Banorët tregojnë se në ditë në fshat vijnë vetëm 30 minuta ujë dhe më pas ndërpritet. Kohë kjo që sipas banorëve është e pamjaftueshme që të mund të mbushësh ujë për nevojat e ndryshme që ka shtëpia apo familja. Banorët tregojnë se edhe uji që vjen në çezmat e tyre është i papishëm. Sipas banorëve, ai është ngjyrë verdhë dhe shpesh herë i ndotur. Për ujin që konsumojnë, ata thonë se e blejnë. Kjo situatë në Panaja sipas tyre ka ardhur si rrjedhojë mungesës së investimeve ndër vite. Banorët pohojnë se paguajnë çdo faturë të ujit të pishëm, por sërish nuk kanë ujë. Për ujin e pishëm ata paguajnë 2 herë, ato që blejnë për të pirë edhe faturat mujore. Si familje kemi. Hajde këtu me mua, ja, ujë i pishëm është, ujë është. Hajde me mua. Ja, një familje këtu janë shtirë tu botë sipër. Ja, ujë është, ja. Ja, tjetëri këtu që vjen ande ashtu. Në përbaçat e tjetrit nuk jeton ky që kanë kaluar tu botë ku. Se po tjetoj ky si le, kush i lënë botë. Si e situata e ujë të pishëm në fshat? Po këtë ujë kemi. Po vjen një orë gjysmë, më shumë një. E si pishëm? Po i pisët, ai nuk bën as për em. Për të pinë, neve si familje kemi marrë filtër. Pa vinë boti, kjo ashtu. Vinë boti. E paguani ujë? Po qysh nuk e paguajme? Paguajme, kemi dhe me sahat. Ja, po kemi investimi kush është. I ka shtruar vetë privatët, ja, investimi. Se i kanë bërë? Po, s'ka zot. Nuk ka zot. Ju i keni shtruar vetë këto? Vetë. Keni paguar nga xhepi? Çdo njëri vetë nga xhepi. Ja, kjo është qeveria, ja. Shikoni qeveri? Kjo është. Çfarë mirë, në që gjështë edhe vakë, por e bitë, njerëzit po merohen. Për të paguar, paguajnë edhe për të marrë ujë nuk furnizohemi me ujë. Si që shi, ujtë vjen në ora 10, prit, në ora 10, gjithsej vjen një gjysore ujë edhe s'ka më të bëftë nëna. Me të keqë, kush ka në impuls, vjen e mbush tek neve që kemi, kush s'ka, merohet. A pijet ai ujë që vinë në qezër nëna? Nuk, jo, ajo ujë që vjen në qezër nuk pijet, po të paktën për gjellën, për enën, për kështu e përdorëm. Për të pirë blejmë në vlorë të keqe, nëna. Po para disa vite që bërë një investim për U bë një investim edhe thanë që nuk mbajtë tu, po do të vi filan vëtë në kratë tjetër. Bën dhe një në ashti dhe në ashti me zi thonë që po shpërndaj në qikë se. Ja kështu të Po bësha faturat kërba. e paguani? Faturat të gjithi paguani e se qëkoj tje mos besoni, si përfundim, populli mori lemerino bitë. E në pleqëri, me se të këtemi dhe ne me 150.000 lek pension. Ja me ndojë një vetë. Në ti për ujë paguan 2 herë? Po normali se do pi ujë, hajde shikoj e ti ujë. Vjen na po qemi boti, bushëm 2 bidona atje të po qemi neve, edhe shtym javë. Vjen prapë martën tjetër, vjen javë, vjen aji, vjen martën tjetër aji, bushi prapë. Gjitha me lekë, pa të kejtësi. Ne kemi patur problem, çdo mos fshati Panajas. Problem. Tashi vinë 3-4 orë, po të pak ne kemi problem zgjidhur. Për momentin e kemi problem, 24 orë nuk ka, se ato janë gënjestra gjitha. Po të paktën mbushim merët, mbushim bolera. Si është ndarë kjo me zona, se disa banorë thonë që kemi gjysmore, ju thonë që keni... Jo, instalimi që është bërë, për mua nuk është bërë. Se u thonë po materia, për atë firmën... U bëj një investim, se në kone... Këtu janë bërë 10, do me thënë 10 herë investime, janë talë. Ky investimi ishte për soso. Po, për mendimin tim, duhet shtrihesh linja, që na pombat do shtrihesh komplet instalimi. Edhe çdo njeri, çdo familje do të merrte intubacion. Po si funksionon? Tash këtu ka gati 600 metra që kanë marrë linjën, intubacion, po mos kishte bolera,
edhe pusë çdo gjë ishte, prap nuk është problem me zgjidhur. Vajtëm 36 vjet ose më në vllaj. Ne në kohën e qethburit që unë kam urryer unë në Roxhen, nuk e kam dashur të hajmë bukë të misër. Pra tani kur hajmë bukë të misër. Ku vin puna 24 orë ujë. Sot janë bërë mbi 10 herë investime vetëm vite. Jo për mua, po as për ty, as për këtë vajzë dhe re, Shqipëria nuk bërë rrugë. Fshati Panajaqi i përket njësisë administrative qendër është vetëm 20 km larg Vlorës, por as distanca e afërt nuk ka mjaftuar që si në qytetin bregdetar, edhe aty të ketë investime për përmirësimin e furnizimit me ujë të pishëm. Shëtitoria bregdetare e Vlorës vijon të mbetet preferencë e qytetarëve veçanërisht gjatë verës, por qytetarë vendas dhe të huaj vlerësojnë si domosdoshmëri vendosjen e stolave të shlodhës përgjatë saj si vende pushimi dhe qetësimi. Lungomare është një prej zonave më të frekuentuara të qytetit Vlorës për gjatë këtij sezoni veror, por pavarësisht se në të shëtisin çdo ditë me mira qytetar pushues vendas e të huaj, në shëtitore nuk ka stola. Ata të cilët e frekuentojnë zonën thonë se vendosja e stolave shlodhës është shumë e rëndësishme, por dhe emergjente, pasi në shëtitore sipas tyre eci një numër i konsiderueshëm i moshës së tretë, të cilët duhet të ulen e të shlodhen. Qytetarët e Vlorës tregojnë se vetmja mundësi për të ulur janë bordurat prej betoni apo edhe shkallarët e bregdetit. Të qëndrojnë në lokal për të shlodhur, ata tregojnë se nuk e përballojnë dot ekonomikisht. E mira është jemi në stola. Ku ka stoli? Ka vende jashtë këtu shumë që duhet. Po varet e përmban ajo projekti apo jo. Mos flasim edhe. Po për qytetarët është e domosdoshme. Po është edhe domosdoshme. Është e domosdoshme. Në këtë rrugë jo, te rruga tjetër me përpara po. Po tani ç'a të bëjmë, jemi mësuar. Jo, nuk ka. Nuk ka. Pa tjetër, duhet të ketë edhe, sidomos nga pjesa e gjelbërimit ne, duhet të ketë. Po ku uleni për shumë, ku shëtite? Ka ulen dhe për lokale i detyruar. Ore, është një problem. Ky problem është i zgjidhur nga pronarët e lokaleve. Vetë ata ndikojnë që mos bëjnë stolat, se je i detyruar të pushimit ta bësh në lokal. Po ulen në lokal, ku ka bordura më, ç'a bëni? Po duhet vendosur. Sidomos për mua që jam 80 vjeç. Ku? Nuk shikoj stola. Për momentin nuk shikoj, po si janë të rëndësishëm. Të rëndësishëm jam. Megjithatë, unë do të them një gjë. Vlora ka ndryshuar nga vjet si vjet. Mendoj për mirë, pastërtia është maksimum. Në New Jersey. Shikoj, nuk mund të bëhet krahasimi direkt, siç mendoni ju. Nuk mund të bëhet një krahasim i tillë. Dhe andaj ka probleme. Mos kujtoni se është kaq, edhe andaj ka mbetur në rrugë, edhe andaj ka çdo gjë. Tani se po dal. Nuk shikoj. Jo, se po dal. Ka vjen? Me Lushnjë. Si situata këtu me Lushnjën? Po mirë nuk e më shumë bukur. Buzdetit më. Buzdet. Po dole në shëtitore, do rihesh buzdetit, nuk do jesh në... O vlla, ne i bëjmë stolat pedruri, po i konsumojmë shpejt se jam. E kupton? Duhet bërë. Po duhet bërë, çdo gjë duhet bërë në këtë vendore. Se s'është vetëm për stolat, ngelëm te stolin e. Fare, asnjë gjë. Po për shumë kur ecën, ku ulesh? Në kumb, në shkallë këtu. Te shkallë aty në kumb, s'ka stola. Po i bë privati tash nuk kam siç ka qenë në hapësirë publike. E zën e gjithë nga privati. Ma ti mund të ulesh vetëm lokal, nëse do të shkallësh. Po, ose në shkallët këte. Nuk ka, është zënë e gjithë nga privati. Duhet të vendosen stola? Duhet ketë hapësirë publike, duhet të vendosen stola, duhet një farë kushti, po të flasim a shumë një WC, një banjë, një të bësh një dushe, nuk ka në të gjera. Si që ka pasur dikur, nuk ka. Ajo është gjëja më e keqe që ka ndërtuar në këtë pjesë. Sepse, si duket ka rënë në ujdi me këto lokale dhe pensionistat, s'kan ku ulen, duhet vend ulen dhe lokali. Po s'kan lek. Është gjëja më e ndyrë që i bëhet i populli. Ndërkohë që flasim, duhet të ke stola shlodhës? Patjetër. Patjetër, kanë qenë stola, pse i hoqën. Nuk është e ishme fare. Nuk është e ishme, ne në ka rënë pjesë të shikojmë dhe jashtë. Ne shikojmë veten e pasqyrë kur vemi se kush jemi. Dhe si punojmë për popullin. Këta thanë që do ketë më plazhe private,
e zvogluan fare, dikur kishim që tani plazh publik me lek. Hajde, kush ma përkthen. Vlen të theksohet fakti se stolat shlodhës mungojnë edhe në pjesë të tjera të Bregdetit të qytetit, si në plazhin e vjetër, po ashtu edhe në zonën e Zvërnecit. Këtë sezon turistik duket se gjithë vëmendja e shërbimit është përqendruar tek pastrimi i vijës bregdetare, duke lënë në hares zonat periferike. Një situatë e tillë konstatohet edhe përgjatë aksit rrugor Vlorë Kuç, në afërsi të fshatit Sherisht, ku grumbuj të shumtë të mbetjesh urbane dhe inertesh janë bërë tashmë një pamje e zakonshme. Në një kohë kur institucionet e pushtetit vendor janë duke luftuar me ndotësit e ambientit brenda në qytet, rrethinat janë thuajse të lëna jashtë vëmendjes, por edhe në hares. Kjo është një ndër rrugët më të frekuentuara nga qyteti i Vlorës në drejtim të Himarës, rruga e Lumit të Vlorës dhe konkretisht ndodhemi në Sherisht, një ndër hotspotet më problematike për sa i përket ndotjes, qoftë me inerte apo edhe me mbeturina të ndryshme urbane. Në një kohë kur bashkia e ka caktuar depozitimin e mbetjeve të ngurta në jallit të Nartës, ndërsa mbetjet urbane hidhen në landfillin e Sherishtës, në anë të rrugës vijon të qëndrojë kjo pamje. Sherishta vijon të mbetet një nga zonat më problematike sa i përket depozitimit të mbetjeve inerte edhe atyre urbane, ndërsa e gjithë vëmendja duket se është përqendruar tek pastrimi i vijës bregdetare gjatë sezonit turistik. Zonat periferike vazhdojnë të lihen në hares, duke u përballur prej vitesh me të njëjtin problem. Një situatë e tillë konstatohet edhe përgjatë aksit rrugor Vlorë Kuç, në afërsi të fshatit Sherisht, ku grumbuj të shumtë të mbetjesh janë bërë tashmë një pamje e zakonshme. Mbetje inerte, materiale ndërtimi, por edhe mbetje urbane janë depozituar në anë të rrugës, duke krijuar jo vetëm ndotje të mjedisit, por edhe një panoram as pak dinjitoze për një zonë me rëndësi turistike. Ky është një nga akset më të frekuentuara gjatë sezonit veror, pasi përdoret nga mira drejtues mjetesh dhe turistë vendas dhe të huaj, që udhëtojnë në drejtimin e Himarës dhe destinacioneve të tjera të Rivierës shqiptare. Megjithatë, pamja që i pret përgjatë këtij segmenti rrugor bie ndesh me imazhin që synon të promovojë Vlora si një nga destinacionet kryesore turistike të vendit. Banorët e zonës shprehen se problematika është e hershme dhe se pavarësisht ankesave të vazhdueshme, deri më tani nuk është marrë asnjë masë konkrete për pastrimin e zonës apo për parandalimin e hedhjes së mbetjeve. Sipas tyre, mungesa e kontrolleve dhe e monitorimit ka bërë që vend grumbullimi i paligjshëm të zgjerohet vazhdimisht. Nga sa konstatohet në terren, duket se kjo pjesë është lënë jashtë vëmendjes së Bashkisë Vlorë, ndërsa ndërhyrjet për pastrimin e saj kanë munguar. Situata nuk është krijuar ditët e fundit, por është përsëritur vazhdimisht ndër vite, duke u kthyer në një problem kronik për zonën. Për te ndikimit negativ në mjedis, prania e mbetjeve përgjatë këtij aksi dëmton edhe imazhin turistik të Vlorës, në një periudhë kur fluksi vizitorëve është në kulm dhe përpjekjet për promovimin e turizmit kërkojnë një standard shumë më të lartë të pastërtisë dhe mirëmbajtjes së hapësirave publike. Vijojmë me kronikën, një beach bar është shembur mëngjesin e kësaj të premteje në zonën e Jalës, në Vuno, nga Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit. Siç mësohet, objekti rezulton të i ndërtuar pa leje në vijën bregdetare, ndërsa aksioni është zhvilluar pa incidente. Një beach bar është shembur mëngjesin e kësaj të premteje në zonën e Jalës në Vuno nga Inspektoriati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit IKMT. Sipas informacioneve paraprake, objekti rezulton të i ndërtuar pa leje në vijën bregdetare, çka solli edhe ndërhyrjen e autoriteteve për prishjen e tij. Aksioni u zhvillua gjatë orëve të para të mëngjesit dhe përfundoi pa incidente. Burime bëjnë me dije se gjatë ndërhyrjes së IKMT-s nuk është shënuar asnjë problematik apo kundërshtim nga pronarët ose persona të tjerë të pranishëm në zonë. Ndërkohë IKMT ka njoftuar se kontrollet do të vijojnë edhe në objekte të tjera përgjatë gjithë vijës bregdetare. Aktualisht po verifikohen një sër ndërtesash për të konstatuar nëse janë ndërtuar pa leje ose nëse nuk plotësojnë kriteret ligjore për t'u legalizuar. Autoritetet theksojnë se aksionet synojnë zbatimin e ligjit dhe mbrojtjen e territorit, veçanërisht në zonat bregdetare me rëndësi të veçantë turistike. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tiranë ka reaguar për herë të parë zyrtarisht në lidhje me protestat kombëtare që po zhvillohen prej 33 ditësh në vend.
Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Tiranë ka reaguar për herë të parë zyrtarisht në lidhje me protestat kombëtare që po zhvillohen prej 33 ditësh në vend. Në njoftimin drejtuar shtetasve amerikane, ambasada thekson se protestat e përnashme po vijojnë përpara godinës së kryeministrisë, e cila ndodhet në bulevardin Dëshmorët e Kombit mes sheshit Skënderbej dhe sheshit Nën Tereza. Sipas selisë diplomatike amerikane, tubimet pritet të vazhdojnë edhe në ditët në vijim e mund të shtrihen edhe në qytete të tjera të vendit. Në njoftimin zyrtar nënvizohet se megjithëse protestat dhe grumbullimet e mëdha shpesh nisin në mënyrë paqësore, situata mund të ndryshojë me shpejtësi. Autoritetet paralajmërojnë se në zonat ku zhvillohen protestat mund të ketë prani të shtuar të policisë, bllokime rrugësh, devijime të trafikut si dhe vështirësi në qarkullim, veçanërisht në orët para dhe gjatë zhvillimit të tubimeve. Po ashtu nuk përjashtohet zgjerimi i protestave në zonën përreth, përfshi edhe pranë institucioneve të tjera qeveritare. Ambasada u bën thirrje shtetasve amerikanë dhe publikut në përgjithësi të shmangin demonstratat, të jenë të kujdesshëm ndaj rrethinës, të kufizojnë shpërqendrimet si përdorimi i telefonit apo kufjeve në vendet publike, si dhe të ndjekin mediat lokale për informacion të përditësuar. Më tej rekomandohet që qytetarët të kenë gjithmonë një plan emergjencë ose daljeje, si dhe të mbajnë profil të ulët gjatë lëvizjes në zonat ku mund të ketë grumbullime. Të shtunën në vend pritet të zhvillohet një tjetër protestë e madhe ku pjesëmarrëse pritet të jetë po ashtu edhe diaspora shqiptare. Incidentet e regjistruara gjatë ditëve të fundit pranë kuvendit kanë ngritur shqetësime për mundësinë e përshkallëzimit të dhunës në protestat e ardhshme. Ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen, mirupafshim.